Miliona lek për ushimin e mensave, si po shpenzon Bashkia Vlorë fondet publike. 10 fatura të likuiduara brenda vetëm 2 ditëve hedhin dritë mbi mënyrën se si Bashkia Vlorë financon furnizimin me ushqime për mensat. Të dhënat e publikuara në sistemin e thesarit të shtetit tregojnë se gjatë 10 dhe 11 qershori 2026 janë kryer një seri pagesash në favor të operatorit ekonomik ATRS për furnizime ushqimore të realizuara në kuadër të kontratës numër 126.017 datë 15/12/2025. Dokumentet tregojnë se pagesat nuk janë bërë me një faturë të vetme, por janë ndarë në 10 fatura të veçanta, të cilat përfshin kategori të ndryshme produktesh si mish, bulmet, bukë, produkte koloniale dhe fruta e perime. Pagesa më e madhe arrin në 685.072 lek për furnizim me bulmet, ndërsa 518.089 lek janë paguar për mish. Pasojnë faturat të tjera me vlera 302.232 lek për produkte koloniale, 252.429 lek për mish, 140.125 lek për bukë dhe një sër faturash të tjera me vlera më të vogla. Në të njëjtën kohë janë shlyer edhe pagesa të tjera me përshkrimin, blerje ushqime, PV emergjencë, me vlera që variojnë nga disa dhjetra mira deri në afro 100.000 lek për faturë. Një element që të rreq vëmendjen është fakti se faturat mbajnë data të muajve tetor, nëntor dhe dhjetor 2025, ndërsa pagesat janë ekzekutuar vetëm në qershor 2026, rreth 6 muaj më vonë. Kjo ngre pikpyetje mbi afatet e likuidimit të detyrimeve dhe mënyrën e menaxhimit financiar të kontratës. Po aq interes paraqet edhe fragmentimi i pagesave në shumë fatura të vogla, edhe pse ato i përkasin të njëjtës kontratë dhe të njëjtit operator ekonomik. Mbetet për të sqaruar nëse këto furnizime janë bërë në periudha të ndryshme, sipas nevojave reale të mensave, apo nëse kemi të bëjmë me një mënyrë administrimi të pagesave nga institucioni. Një tjetër çështje që kërkon transparencë lidhet me destinacionin e produkteve ushqimore. Sa persona përfitojnë nga këto furnizime, cilat mensa janë furnizuar, a përputhen sasitë e blera me numrin e përfituesve dhe janë verifikuar nga komisionet përkatëse cilësia dhe sasia e mallrave të dorëzuara. Për t'u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, Bashkia Vlorë duhet të bëjë publike kontratën e plot, preventivin, sasitë e furnizuara, proces verbalet e marrjes në dorëzim dhe dokumentacionin që provon se fondet publike janë përdorur në mënyrë efikase dhe në interes të qytetarëve. Transparenca mbi mënyrën se si shpenzohen fondet për shërbimet sociale është një detyrim ligjor dhe moral. Në një kohë kur çdo lek i buxhetit vendor ka rëndësi, qytetarët kanë të drejtë ta dinë jo vetëm sa para paguan, por çfarë përfitohet konkretisht nga këto shpenzime.